Se vi mësoj unë edhe pejgambert e parë kështu kanë marrë avdes. Në më thonë, s'ka nevojtash me shtu e në i sen, as në ezan, as në avdes, as në namaz. Vetëm sukur se na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Tash këto bidate a thue, kur përnojmi na, do më thonë me musliman që i ban bidat. Mos pari luft nuk ban me ba me ta. Na duhet mi u dhonë nasihat me goj, edhe me fjallë mira. Se Zoti ka thonë, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati l'hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Yani me të mirë sa të mësh mi mësu muslimant. Mes me ba luft na, tash këta shkret disa që i ban bidate. Këta i kanë marrë për hoxëllarëve vetë, edhe hoxëllarët e tyre i kanë marrë për hoxëllarëve vetë. E janë mësu që ashtu me thonë, ju do këtë shumë kesh milan këto sene. Sukur të shqiptarët i kanë disa zakane, i kanë disa, do më thonë, punë që i kanë mësu në vend vetë. Tash hajde thu që i le, i do këtë shumë zërë me lanë, se është adet, që të dojnë, a zërë shumë me nru adetin, e të një adeti është një sen, ibadetin veti, në dëna ibadet, nuk dëna adet, se adetet që kanë kënë zakanet e shqiptarve, sukur të shqiptar kanë disa zakane, edhe harabt i kanë disa zakane, ata esin me to, shqiptarët me to, e kanë lanë fejnë. Vetëm na apet se apet, këta muslimon, që i kanë disa bidate, duhet na mi thirë me fjallët mira, mes me ba luft me ta, mes me hi idhnimin zemër, bre vlla, unë pëmdo këtë që kja pun që e ke ba është tepër. Kush e ka thonë? Në bëllimi i vetëmi ulematin, në më thonë, a thu imam Abu Hanifja, a ka thonë mes ezanit me qëtu diçka? Jo, imam Maliki, imam Shafiia, imam Hanbelia, asni. Pra, të i kanë shtu muslimant në zënej, pra s'ka në duhen na, nëse pejgamberi se ka thonë, Abu Bakr, Umar, Osman, Ali se kanë thonë, ata që ju ka thonë mysh dhe pejgamberi për gjennet nuk e kanë thonë, ata ulemate mëdhej si kanë kanë Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed nuk e kanë thonë, ulemate hadisit, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nesai, Ibn Majah, nuk e kanë thonë, na pse me shtu e prej veti, nuk vonë. Duhet mu nalë që ti ku jo nalë atë bura, në të përkohë që i kanë kënë, se ka kanë feja, sukur se thotë Zoti, edhe sukur se na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Na asu e këta që me banë bidate, duhet një sha, jo. Duhet mu largu prej tyne, ja. Mu mënu me ta, me të misat mu mi, kofshia mërmenja këthehet me neve, faleminerit. Në kofshi nuk këthehet, edhe sabet musliman është vetëm ka gabime, kush është aj musliman dënja se s'ka gabime. Për që ta nuk dhët me ba luft. Shumë disa punë e musliman prishen nër me veti për disa punë të vogla. Prishen asu, ku duhet minu durët, kur thojmi Allahu Akbar me hin namaz. Do kush i nën nërkëthiz, do kush i nën një gjaks, do kush i nën ka zemra. Vetëm, kja nuk është të risht, kja moti ka kënë. Qësh ulemate moshen kanë pas khilaf në këto mesele. Ta ka marrë menja që mos miri minu dur të në gjaks, noj, dhe të më zban luft me ata që i nën dur të nërkëthiza. Se dhe aja ka marrë për i të kujna ashtu. E na, musliman të shkret, vetëm prishmi nër me veti për që të punë të vogla. Për të mdhaja nuk himin fjallish. Mi thonë bre vlla, namazin më të le, fale që shdush, vishruju se elen namazin, se namazi është një punë e madhe, na nuk himi aty. Vën që mi thonë, hajde fale namazin, i thojnë, pse këtu pe falë namazin? Mirë mi thonë, vetëm me të mirë, edhe në mush mi a kalzue, po ki delilin ti, kofsh që mush mi ashtin tru faleminerit, mas dash me zërë nuk bahet bre vlazni, e vërshita, na me këta që i ban bidatet,
nuk ban me lëftu me ta, nuk ban me isha, nuk ban me vol keq, e sa të mujmi me të mirë, në kofshin që e ligjojnë fjallën feleminerit, në kofshin se nuk e ligjojnë, nuk kena luft me ta. E kështu duhet mu mënu bre vllazni, sa të mujmi me të mirë nër me veti, se krejt ta musliman të shkret, tash Hanefi, Shafi'i, Maliki, Hanbeli, Selefi, Khalefi, kanë khilaf shumë disa punë, vetëm khilafi nër me veti me këta, disa punë të vogla, të mdhajat nuk ka khilaf, që të më thonë, namazi farz, kërkush nuk thot ju, zekati o farz, nuk thot kërkush ju, hajja është farz që njëherën ymër me ba, nuk thot kush ju, dhe më thonë, me një nu Ramazanin, një mujnë, matë, kërkush nuk thot ju, këto punë duhet më mujtë në më një mushë që shoshit sa të mujmi, që të punë të vogla, asu e disa, kur ka netin namaz, e ka kru të hijatin dhe më thonë, e ka ra salavat fërmi pejgamberin, asu e ka lkun gishtin, asu e ka lkun. Disa kanë thonë me lkun, sukur Imam Maliki, Imam Ahmed ibn Hanbeli. Disa kanë thonë me lkun një herë, me shu për djetë me lonë, me zëb Shafi'i. Ta Hanefit me shuë, kur thot ashhadu an la ilaha illa Allah me kësujës, kur të ka kanë përbara. Kja khilaf nuk është i risht, khilaf i moshem është në mes muslimanve, vetëm nuk janë farz, as nuk është sunnet muakkede, është mustahab, kohë që e ka ba mirë, e në kohë që e se ka ba, e ka hub sabapin një sabap. Në dëna mi largu insan për gjunahit mës pari, mi largu për i qyfrit, mi largu e për, dhe më thonë që me stëren namazin, të falë namazin, mësënej kapak, mujmi me hije me ta, e me i thonë që kja a ma mirë qështu, kja ma mirë kështu, ama me nejt me ba luft mërë në veti. Pse kuj ka nu e durt, anë gjoks a nërkëfiz. A kalkun gishtin, kur ka nejt mësmëramin namaz ajo. Këto pun, bre vllazni, duhet me të mirë mu mënu me tu, se nuk janë farz dhe këtu. Ama mu mënu me farz, sa të mujmi që shoqit mi dhanë gajret, e nasihat, që bre vllazni, hajdini të falmi namazin bashk. Hajdini me gjemat, se gjemati ka rahmeti madh prej Zotit Gjelle Gjelalu. Nuk përdu me hije e fel shumë këso push, se këto gjithkun musliman të shkret janë të prish për që të punë të vogla. Për ato të mdhaja, a ka hangër haram, ka hangër halal, kur kush nuk vet. Dhe të me ditë që asue, që të rëzë që behan, a ke hangër halal, a behan haram, a ke mashtruhe njerëz, a ke vjedh, a ke ba, a ka pi, nësën piva rakia, që të më është një hjek pi kreje, që atu pi piven, atu pi e që ka dreqë është champanja, whisky, konjak, bira, dreq, çdo më thonë me emna të reja, kanë shti shkit e dushmon të fesë tonë, në i kanë shti në për bot, krejt, në për musliman, ja kanë nërëshua emnin. Vën që më thonë, raki, i thot piva. Piva, aja tërli far emni ja kanë gjitë, që për me pijë, i thot nuk ka haram. Krejt haram janë, se emnin ja kanë ruhe. Amma tash në më ardhë mi thonë, shura është e vlisht. Në rëja emnin thuj, që është kja do më thonë, shërbet, a bëhet halal, jo bre vllazni. Harami ka me kanë haram, halali halal. Për që danë që to bund këqia, që mu mujtë mi largue tri të tonë, musliman të tonë, mës me pi rakin, mës me pi piven, mës me lanë namazin, mës me punu me kamat, me marë mal harami, e me hangër me halal, mës mi dhanë rabbe haram, kja është mu munua nër me veti sa të mumi. Mos hini shumë që to pun të vogla, e me baluft me shoqi bre vllazni. Mësëren këtu për pun që pejgamberi jon, alayhi salatu wassalam, ka le ditën e hanës. Kur ka le pejgamberi alayhi salatu wassalam, yani e ka zdrit Zoti këtë dynja me pejgamberin, sukur se e ka zdrit për para me tjerë pejgamber, vetëm kisi me imrami, edhe me madhnushmi,
Ez volt, hogy ikazon krik bóta.